Sali Berisha është i ftuar dhe do të bëjë prezantimin e agjendës kryeministrore. Ndjekim pak. For 330 days with the false accusations after 4 investigation. They accused him that he provided to his son-in-law 400 meters land, public land, and the land never was public. The land was proved by official documents, was a private one, belonged to his grandparents. And he was one of the 500,000 people they took properties confiscated by communist regime. Violating any law, any constitution, he blocked the communication with lawyers. But some months ago, he arrested the leader of second opposition party as person under investigation, Ilir Meta. He arrested him, mistreated him in the streets, dragged him, beaten him without showing a mandate of arrest. Orët liderit opozitës në Strasburgu ditën e sotme është i pranishëm për të parashtruar agjendën e tij kryeministrore. Zoti Berisha do të jetë tashmë në një vizitë zyrtare në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës në Strasburg, i shoqëruar gjithashtu edhe nga përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike, por jo vetëm, gjithashtu ka përfaqësues të opozitës dhe të gjithë aleancës për Shqipërinë Madhështore. Zoti Berisha është duke folur në këto çaste për agresionin politik të qeverisë Rama kundrejt opozitës në tërësi. Ndërkohë gjatë këtyre takimeve Berisha do të prezantojë para drejtuesve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës situatën reale të Shqipërisë dhe se si Edi Rama e ka bashkuar shtetin me partinë, krijimin e narkoshtetit të parë në Europë dhe se si ai po përdor burime të shumta shtetërore për fushatën elektorale dhe manipulimet në kundërshtim me kodin zgjedhor. 1.5 years in prison, was not allowed to take the oath and lost the mandate as a mayor. A young MP called Ervin Saliani dared one day to publish a taping of a brave journalist in which showed that the brother of Interior Minister, Fatmir Jafai, wanted in Italy because was sentenced 8 years as a ringleader of cocaine trafficking in Bologna, was running traffics from Valona to Italy. The next morning, they transferred the brother of minister to Italy, but 5 years long. They did everything to jail that. Zoti Berisha vazhdon me atë që është pikërisht i njohur ndryshe si pasqyrimi i situatës politike në vend dhe arrestimin e përfaqësuesve të opozitës dhe goditja që ka bërë qeveria aktuale opozitës, ka sjellë në vëmendje arrestimin e Ilir Metës, por gjithashtu edhe të Ervin Salianit, ku sjell në vëmendje që ky fundit ka patur guximin që të denoncojë lidhjet e krimit dhe lidhjet, ka sjellë në vëmendje edhe denoncimin që ka bërë zoti Saliani për Fatmir Jafai, ndër të tjera. Duhet të kujtojmë se nga ana tjetër zoti Berisha është duke bërë kështu edhe një pasqyrim të asaj që është cilësuar mungesa e fjalës së lirë dhe tentativa për të asgjësuar opozitën. Albania is a merging of state with drug cartels. Zoti Berisha thot se i 60% e masave të dhëna nga sistemi i drejtësisë shqiptare janë 60% në arreste me burg, nuk është në proporcion pra me vendimet dhe akuzat e dhëna nga ana e sistemit drejtësisë në raport me personat e arrestuar, sidomos për ata me funksione politike. In national Belgian TV and other newspapers as being linked with them. Edi Rama provides them. They do control all construction permission in the country. Whoever comes to Tirana will see how many towers going high. But journalists investigated, they found that only 20% of the money is coming from the banking system.
Në kundër të tjera, është duke sjellë në vëmendje edhe një herë mënyrën se si në Shqipëri pastrohen parat nga eksponent të krimit dhe të drogës, ndër të tjera është shprehur që Tirana është mbushur me kulla dhe leje ndërtimi, të cilat vetëm 30% financohen nga banka, pjesa tjetër janë totalisht pastrime të parave të botës së krimit me pëlqimin e oligarkëve dhe të qeverisë. Agencies from France, Netherlands, Belgium had discovered në këtë çast është duke folur pikërisht për çështjen e përgjimeve, Sky SCC dhe Encrocha, duke sjellë në vëmendje kështu edhe përgjimet nga Belgjika, Holanda dhe vende të tjera, të cilat kanë sjell nxjerrje në pa të përfshirjes së eksponentëve kriminal me përfaqësues të qeverisë. Sipas zotit Berisha, në këto përgjime të cilat janë bërë publike, gjuha shqipe është gjuha e dytë, e parë ndjes e përdorur më së shumti në të gjitha vendet e Europës dhe në të gjitha përgjime që kanë bërë edhe kartelet e drogës. This 1 million page, half of them. Kanë ardhur 1 milion flet përgjimesh të cilat kanë sjell kështu një pasqyrim të saktë të lidhjeve të shtetit me krimin. Është kjo ajo çfarë zoti Berisha ka vënë theksin ditën sotme në të? Do not deal with the crime. So, what elections are a